Sepse të besosh pa kontrolluar është diçka që nuk mund t'i kërkohet askujt. Por të mos besosh pa kontrolluar është dhe më keq. Pra, ky është një proces që është jashtëzakonisht kompleks, për të cilin flitet shumë, por në fakt shumë pak e njohin nga brenda procesin. Edhe unë personalisht që flas për këtë proces, sigurt isha dikush që nuk do merresha me këtë punë, pa diskutim që do isha shumë më pak i informuar për kompleksitetin e këtij procesi. Ky është një proces që ka një kompleksitet të natyrës teknike, që ka një kompleksitet natyrës politike, që ka një kompleksitet natyrës geopolitike. Dhe patjetër është një proces që, kur themi teknike, nuk të fal në plotësimin e kushteve që duhet plotësosh për të avancuar dhe për të arritur një ditë të bëhesh vendantar. Dhe kjo do të thotë që në të gjitha fushat ti duhet plotësosh standardet. Dhe standardet nuk janë abstrakte, standardet janë të shkruara. Teknikisht procesi, që të keni një ide, do të thotë që Shqipëria të fus në organizmin e vet të ligjeve rreth 4.000 e disa qindra akte ligjore dhe nënligjore që lidhen me procesin. Ne bëm një kalkulim përpara se sa të hynim në këtë fazë dhe ne pam që kapaciteti i vendit ton për të prodhuar akte të tilla ishte bezetarisht 60 në vit. Llogariti tani 60 akte në vit, sa i bie 4.000 e disa qindra si vite. Normal që nuk do të ecnim me të njëjtin ritëm, sepse siç kanë bërë dhe vendet e tjera, momentin kur ti hyn në atë fazë, organizohet një ushtri e tërë me jurist, një ushtri e tërë me përkthyes, që fillojnë punën për të bërë këtë gjë. Kroacisë janë dashur 7 vjet. Vetëm për këtë punë. Ne krijuam modelin e inteligjencës artificiale me diellën dhe faktikisht e përshpejtuam në mënyrë eksponenciale transpozimin. Sot ne bëjmë transpozim në një kohë jashtëzakonisht të shkurtër dhe me një saktësi 99%, ku dora pastaj e juristëve futet vetëm për ajustime fare të vogla. Por ti mund t'i bësh gjitha këto dhe t'i kalosh të gjitha aktet në rrugën legislative dhe prap kjo nuk mjafton. Pse? Sepse ndërkohë duhet edhe të zbatosh. Pra nuk është thjesht që thuash i kam këto ligje, po ka një proces monitorimi që si zbatohet legjislacioni. Po ti mund të bësh edhe zbatimin e legjislacionit dhe prap nuk mjafton. Sepse duhet që 27 vende anëtare të bien dakord që ta hedhësh ti hapin tjetër. Dhe ajo familje funksionon me konsensus, nuk ka votim me shumicë. Mjafton njëri të çohet, thotë më fal, jo, ka një problem në himar, ka një problem në të liçeni i Pogradecit, ka një problem me zogjt në bjeshkët e Shqipërisë, nuk ka rëndësi se po e them në mënyrë, po e banalizoj, që mos krijojë asnjë keq kuptim, dhe nuk jemi ne të bindur që ky proces duhet vazhdojë, sepse duhet herë të shohim mirë se çfarë këtë problemin dhe ti bllokohesh. Dhe përgjithsisht ne kemi hasur këtë
nga vendet e mëdha që nuk ishin gati ta çonin procesin përpara. 3 herë na kanë refuzuar hapjen e negociatave, mbasi Komisioni Evropian kishte propozuar, rekomanduar që të hapësh negociata. Dhe ne kemi pasur se po kthehem në një ngjarje të aktualitetit për koncertin sonte, se më kujtua tani një episod tjetër, se si ne na transformojmë, se si marrëdhëniet tona me Hollandën, që ishin marrëdhëniet më të vështira që kemi pas në raport me Bashkimin Evropian, dhe Hollanda është realiteti më i ngurtë kur vjen puna tek zgjerimi, se si një ndeshje futbolli ne na ktheu rrotën e historisë së marrëdhënieve me Hollandën. Finalja e Conference Ligës këtu midis Romës dhe Feyenoordit. Se si gjitha e turbenmarrëve që erdhi, bashkë me gjitha ata gazetarë, bashkë me u mahnitën nga Tirana. Dhe papritur panë që Shqipëria nuk ishte ajo që ishte në stereotipin e krijuar nga media, kriminalët, kontrabanda, droga, krimi, panë që Shqipëria ishte diçka krejt tjetër. Dhe pastaj vulën ja vuri emisioni ajo reality show që ata bën në Shqipëri, dhe sot Hollanda është një nga vendet ku opinioni publik mbështet antarësimin e Shqipërisë më shumë se sa vendet tjera, njësër vendesh tjera. Që do të thotë që është i proces i gjithanshëm. Dhe pse duhet besosh ti s'duhet besosh fare, po duhet kontrollosh. Unë do të shkoj në Paris sepse jemi të ftuar nga presidenti i Francës për 14 korikun, dhe pastaj do të shkojmë në Bruksel, ku do të fillojmë të mbyllim kapitujt. Pra, i hapëm të gjithë kapitujt në një kohë rekord, edhe për faktin se filloi më vonë, dhe në ndërkohë ne ishim përgatitur